Shqipëria dhe Estonia konfirmuan forcimin e bashkëpunimit politik, teknologjik dhe euroatlantik gjatë konferencës Lennart Meri 2026, ku kryeministri Edi Rama mori pjesë i ftuar në panelin hapës kushtuar bashkëpunimit transatlantik. Në takimin me homologun estonez Kristen Michael u theksua mbështetja e fortë e Estonisë për procesin e integrimit europian të Shqipërisë. Michael deklaroi se vendi i tij do të vijojë të mbështesë Tiranën në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, duke nënvizuar rëndësinë e vijimit të reformave. Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt BE-s dhe do të vazhdojmë ta bëjmë. Vazhdoni të isni përpara me reformat. Nëse Shqipëria përmbush detyrat e saj dhe BE-ja do të bëjë të njëjtën gjë. Nga ana e tij, Rama vlerësoi zhvillimin teknologjik të Estonisë dhe e cilësoi atë si një model frymëzimi për vendet e vogla si Shqipëria. Dua thjesht t'u them qytetarëve estonez që kemi admirim të plot për ta, sepse në vend që të vazhdojnë të jetojnë në një muze, ata kanë vendosur të jetojnë në të ardhmen. Kjo e bën Estoninë atë qytet që jeton në majë të kodrës, sidomos për një vend si Shqipëria, sepse jemi të vegjël dhe kemi nevojë për një shembull të tillë. Me ju, jo vetëm që kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë atë udhërrëfyes estonez. Jam shumë mirënjohës kur më thatë se jeni gati të mirëprisni njerëzit tan, të mësojmë prej jush edhe nga ju. Jam shumë mirënjohës kur më thatë se jeni gati të mirëprisni njerëzit tan, të mësojmë prej jush dhe nga ajo që ju po bëni në sektorin arsimor, duke nisur nga fëmijët për t'i dhënë atyre instrument që ta çojnë vendin në një tjetër nivel. Rama u ndal edhe tek projektet e inteligjencës artificiale dhe transformimin digjital në Shqipëri, duke deklaruar se vendi synon të ndërtojë zhvillimin drejt vitit 2030 mbi inovacionin teknologjik dhe modernizimin e administratës. Ju përmendët ministren AI, jemi shumë të lumtur t'ju ja prezantojmë. Nga ana tjetër, me të drejtë përmendët që Estonia dhe Shqipëria janë shumë të bashkuara, jo vetëm nga NATO, por edhe nga refuzimi i palëkundur për të mos lënë fuqitë huaja që të minojnë mënyrën tonë të jetesës. Të vazhdojmë duke nisur që në mbylljen e kapitullit të negociatave. Në fjalën e tij, Rama përmendi gjithashtu rritjen e numrit të turistëve estonez që vizitojnë Shqipërinë, duke theksuar se vendi është kthyer në një destinacion gjithnjë motërheqës për qytetarët e Europës Veriore. Konferenca Lennart Meri 2026 konsiderohet një nga forumet më të rëndësishme të sigurisë dhe politikës së jashtme në Europën Veriore, ku marrin pjesë lider politik, diplomat dhe ekspert ndërkombëtar.